Ka numra, jo, si kemi prit, befasi ka qenë për krejt, të i marë parasysh deklaratat e kurtit edhe antarëve tjerë televizit dhe dëndosje që vazhdimisht kanë deklaru që i kanë numrat, por befasia e ditës sot me ka qenë pikërisht kjo që nuk u prit, do më thonë, mos votimi e raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve. Është prit paka shumë që s'do t'jetë në votim formimi i qeverisë, edhe në bazë të deklaratave të partive t'i quajmë ashtu opozitare, sepse aktualisht nuk janë ende opozitare kështu me letra të themi, kanë qenë deklarime që nuk do të marrin pjesë në votimin e kryeparlamentarit, por ajo që ndodhi sot, besoj që ka qenë befasi për të gjithë. Ndoshta për ata vetë... Ishte kjo ndoshta si strategji e opozitës? Mund të ketë qenë strategji e opozitës, por edhe vetë lëvizjes dhe vendosje ndoshta për shkak që sipas disa informacioneve që kemi ka pas disa themi mos marrëveshje saj përket emrit të kryeparlamentarit. Emrit të kryeparlamentarit? Pse zotri Smakiqi është i zhgënjym, s'po e kuptoj? Shiko edhe një herë. Ja, ju kësi që jasha, që kësi që jasha. Jo, unë jam i zhgënjym, për arsye se ka fitu, domethënë, poshtërsia, apo aja që ka dëshiron Albin Kurti, e ka hup Kosova. Në aspektin politik, kjo është pasojë një gjuhë helmuse, shumë të ollë, primitive dhe kundër çdo standardit etikës njerëzore, të një personaliteti politik i cili votohet me nënë shkurt, mas shumë të që është votuar ndonjëherë dikush, dhe me gjuhën e tij helmuse, aja sjellë situatën që të mos mund ta krijojë një koalicion me një parti tjetër opozitare, dhe në aspektin juridik, pra, po mos të ketë një formë që kjo emision, nësë mujna me mbajt emisionin, se bëhat, si me thonë, doj tezësh. Pra forma, si që ka thënë juristi i Hering Gjerman, është motra binja oke e liris, e demokracisë dhe është armiku ma i madhe i arbitraritetit. Pra ndej edhe vetë fjalla, seancë konstituive është me maru t'i shka. Si kur donë dikush me bo bukën edhe s'de me bo bukën, aja s'del bukë. Për sa s'doshti me bo opozita? Ja, jam të e shpiku. Kështu, si që tha, ku të një postim Facebook? Ja, s'deshti me bo opozita, po kjo është vetëm pasuj e Albin Kurtit që nuk ka rrit për shkak të gjuhës e ti të ullët të krijoj meq. Pra, i ka armeq bashkësinë ndërkombëtare, ka armeq Shqipërinë, ka armeq opozitën, ka armeq prokurorinë, ka armeq gjykatën kushtetuese. Ka 42% popullatës. Ky karakteri këtij personi e ka pru sot Kosovën për mu, si jurist, bazuar në nenën 7 dhe nenën 12 rregullore, dhe nenën 67 kushtetutës, na kena shumë zgjedhje të jashtëzakonshme. Pse?